Ka qenë shumë e vështirë për bileta dhe tifozët Buqezit, duke qenë se bileta do të jenë të personalizuara, e kanë patur të vështirë që të organizohen në një kohë kur edhe në stadiumin Air Albania pjesa pasportave le të themi që është e dënuar dhe është pikërisht vendi ku qëndrojnë edhe tifozët Buqezi. Kjo kanë qenë disa nga specifikat për cilat ata nuk kanë arritur që të sigurojnë bileta. Por gjithsesi kanë thënë që sonte do të mbështesin dëmtarë në një mënyrë tjetër, ndërsa për të folur pak nga masa që prej orës 15 edhe këtu pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit kanë nisur që të bllokohen rrugët, ndërsa rrugët pranë stadiumit për aq mundësi sa pata të shikoj që prej orës 14:30 janë bllokuar dhe janë tashmë të bërë gati për tifozët të cilët do të nisin dhe të afrohen stadiumit.